Fëmijët e kopshtit Numani kanë organizuar aktivitetin tradicional të 1 qershorit ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Aktiviteti festiv ishte i veçantë për grupin e fëmijëve parashkollor, të cilët i dhanë lamtomirën kopshtit për të nisur rrugëtimin e gjatë drejt shkollës dhe dijes. Fëmijët e kopshtit Numani që në shtator do të hyjnë në një tjetër botë, në botën e shkollës dhe diturisë, i dhanë lamtomirën ditëve të bukura të kopshtit dhe emocioneve të shkurës fëminore, dashurisë për mësuesit dhe edukatorët që në vite u mësuan shumë e shumë gjëra për t'i dhënë shtat ëndrave fëminore, si edhe shokëve të kopshtit në grupet më të vogla. Programi artistik i përgatitur me kujdes nga mësuesit e tyre me këngë, valle, lojra, recitime dhe dramatizime të interpretuara me shumë kujdes, bukuri dhe zgjuarsi nga fëmijët e kopshtit Numani, mbani brenda emocionin e ndarjes së fëmijëve më të rritur nga shokët dhe interesin e prindërve të cilët u bën pjesë e botës së këtij spektakli. Emocionet e ceremonisë festive u kurorzuan me marrjen e diplomës për qafimeve të përlotura të fëmijëve me njëri tjetrin, mësuesit dhe drejtues të kompleksit Arsimon Numani.